Zyrtarisht filloi fushata zgjedhore, e cila përfshin 19 ditë promovim dhe 1 ditë heshtje zgjedhore. 1.832.415 votues janë gjithsej të regjistruar në listën zgjedhore të mbyllur tashmë nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. 1.717.000 janë brenda vendit, ndërsa 112.000 të tjerë janë të regjistruar në listën e posaçme të votuesve që punojnë ose banojnë përkohësisht jashtë vendit, mbi 2.000 votues që vuajnë dënime me burgim ose paraburgim dhe 450 votues që do ta ushtrojnë të drejtën e votës në azile pleq. Nga tresat dhe pengesat në miratimin e ndryshimeve të kodit zgjedhor, i cili ngeci në procedurë parlamentare, sollën për herë të parë numër të lartë të kandidatëve nga listat e pavarura. Për këtë kategori kandidatësh që më herët ishin kërkuar 1.000 nënshkrime në këtë proces zgjedhor, KSZ-ja në mungesë të zgjidhjes ligjore miratoi rregulloren me të cilën u kërkuan vetëm 2 nënshkrime. Si rezultat, kandidaturat e pavarura do të zënë hapësirën më të madhe në fletvvotimet e shumë komunave. Votimi do të mbahet në 3.480 vendvotime për 309 kandidat për kryetar komunash dhe 576 lista kandidatësh për antar të këshillave komunal, ose gjithsej 10.490 kandidat. Në zgjedhje marrin pjesë 22 parti, 19 koalicione dhe 119 grupe votuesish, pra kandidaturat të pavarura. Qyteti i Shkupit ka më shumë kandidat për kryetar, gjithsej 16. Pjesa dërmuese e kandidatëve për kryetar janë burra, kurse problemi është më i thellë te partitë shqiptare, të cilat nuk kanë asnjë kandidate grua për kryetare komune. Zgjedhjet lokale në vitin 2025 janë të tetat që nga pavarësia e vendit në të cilat zgjidhen kryetar bashkish dhe lista këshilltarësh në 80 komuna që jetojnë dhe punojnë jashtë dhe që kanë të drejtë vote. Mund ta ushtrojnë atë në komunën ku kanë adresë banimi brenda vendit. Këto zgjedhje do të mbahen pa miratimin e asnjë prej rekomandimeve të fundit të OSBE ODIHR-s, organizatës ODIHR që monitoron zbatimin e zgjedhjeve. Propozim ndryshimet nga rekomandimet e ODIHR-s ngecën në kuvend bashkë me propozim ndryshimet e tjera ligjore. ODIHR-ja ka nisur monitorimin që nga data 5 shtator. 24 vëzhgues afatgjat janë vendosur në të gjithë vendin nga 11 shtatori dhe ODIHR ka njoftuar gjithashtu që 250 vëzhgues afatshkurtër do të mbërrinë në vend 1 ditë para ditës së votimit. ODIHR-ja publikon raportin e parë ku evidentohen parregullsitë që detektojnë gjatë vëzhgimit dhe kërkojnë mënjanimin e tyre përmes raporteve të veçanta dhe rekomandimeve që u japin autoriteteve vendase.